se si të dilet nga ky çorsokat, mendoj që ndoshta edhe ka ardhur koha. Nuk kemi, edhe pse presidenti i shtetit është unifikuese. Ju po mendoni që mund të ketë kështu nga ndërkombëtarët një ndërhyrje rreth formimit të institucioneve? Po duket ta kam si marak, sepse jemi mësuar më herët që ndërkombëtarët të jenë ata që e ofrojnë zgjidhje dhe mendoj që ndoshta me qëllim të mirë mund të dhënë alternativa apo propozime se që të dilet nga çorsokaku. E vetmja mundësi është që besoj në ekranet e juaja ndoshta pas disa ditë mund të del atje me trita në emisionin e juaj që arrit një marrëveshje me Partisë Parë dhe Dytë. Kjo do të ishte ndoshta një zgjidhje, por mendoj që ata që mendojnë që të shkojmë në zgjedhje të reja janë 3 elemente të cilat nuk janë të përshtatshme, të kushtueshme. Cilat janë ato 3 elemente? Po, është financiarisht e kushtueshme për buxhetin e shtetit. E dyta, krijohen zhurmus nëpër qytete dhe nëpër fshatra me dajre, duke kërkuar votë. Dhe është një lodhje për qytetarin. Dhe treta, mendoj që në imigjin ndërkombëtar është ndrojë serioz. Dhe tëra kjo tregon që Kosova sot momentalisht në Ballkan është vendi pa institucione të dalura nga zgjedhjet dhe pa konsoliduara. Po, madje ka kaluar një kohë e gjatë prej kur i kemi pasur zgjedhjet me 9 shkurt, sot jemi me datë 23 prill. Po hym në muajin e tretë. Dhe mendoj që në aspektin, gjeopolitik, ku jetojmë sot, në botën e cila po merr një kaje të një rendi të ri botror, ka qenë masë e nevojshme që ujdia dhe konsenzusi partive politike të jetë i vëmendshëm dhe ta arrihet. Mendoj që këto gjëra kryen për 5 minuta. Po qëse është vullneti. Ne, edhe në zgjedhje, po qëse shkojmë